edhe këtë vit si çdo vit tjetër, po e zhvillojmë panajirin e shkencës dhe inovacionit në shkollën tonë, pra shkollën finlandeze. Ashtu si vitet tjera, edhe këtë vit e kemi një temë caktune që ka qenë si ta mbrojmë ambientin. Kjo do të thonë që çdo punim i bërë nga gjitha klasat në shkollën tonë kanë pas bëj me reciklimin e gjësendeve të vjetra për të formuar diçka të re. Hi, my name is Julia. This is an ancient Rome aqueduct and crane, and today I'm going to be talking about its history and many more. So many years ago, the Romans wanted clear and clean water for everyday life. So they built aqueducts to bring water from faraway hills and mountains. Ky është një projekt që e kena buna si klas, edhe ky është cardboard, një material që e kena përdor, që edhe këtu e kena një kiliker, që kur e vendosim në brenda, e lëvizim duke përdorur momentin, edhe na do të më çu deri në finish pa rënë gropa. Për panajirin e shkencës ne kemi bërë shumë projekte, si që janë fazat e hënës, cilat shëdim janë 8, ku i kemi shpjeguar me anë të QR kodat, cilët mundi mi skanu. Këtu është mikroskopi, ku me një shok e kemi paraqitur me anë të kartonit dhe kemi treguar historinë e tij. Këtu e kemi një projekt në lëndën e teknologjisë, ku kemi paraqitur një quiz që tregon se pse energjia e ripërtërishme është shumë më mirë se energjia jo e ripërtërishme. Hi, my name is Dua. The ancient Roman crane was made to help build structures like temples, bathhouses, and bridges. The Romans used very heavy stuff which people couldn't hold by hand. So they invented the crane, which helped them build faster and safer. A lot of people would go in the wheel, which would spin up or down, and the hard and heavy stuff would go up or down, wherever they needed them.